Grupi parlamentar I Partisë Demokratike ka reaguar pas vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor për të mos marrë në shqyrtim raportin e Prokurorisë së Përgjithshme lidhur me gjyqtaren e gjykatës së posaçme Irena Gjoka. Sipas këtij raporti I përcjell në 19 janar, pas një procesi verifikimi 20 mujor, Prokuroria e Përgjithshme ka konfirmuar se gjyqtarja rezulton e dënuar në 2005 nga autoritetet greke për falsifikim dokumentesh. Po ashtu raporti evidenton fshehjen e këtij dënimi në formularin e dekriminalizimit, si dhe gjatë procesit të rivlerësimit dhe emërimit të saj në gjykatën e posaçme. PD thekson se KLG refuzoi të shqyrtojë raportin dhe të vendosë të kalojë çështjen për kompetencë te inspektori I lartë I drejtësisë, një veprim që sipas PD-s ngre dyshime serioze mbi pavarësinë dhe paanshmërinë e institucionit. Në reagimin e saj, PD e cilëson këtë sjellje si të papërgjegjshme, antikushtetuese dhe të paprecedent, duke paralajmëruar se ajo rrezikon besimin e publikut te sistemi I drejtësisë dhe minon qëllimet e ligjit të dekriminalizimit dhe të reformës në drejtësi. Për Këshillin e Lartë Gjyqësor, duket normale që një gjyqtar e dënuar me vendim penal të formës së prerë të vazhdojë gjykimin në gjykatën e posaçme, duke minuar kështu si qëllimet e ligjit të dekriminalizimit të miratuar në 2015, ashtu edhe paketën kushtetuese dhe ligjore të reformës në drejtësi të 2016-s, thuhet në deklaratën e PD-s. Grupi parlamentar I Partisë Demokratike u bën thirrje anëtarëve të KLG-s që ta rikthejnë çështjen në agjendë për shqyrtim, ndërsa kërkon nga inspektori I lartë I drejtësisë të zbatojë ligjin dhe të deklarojë mbarimin e mandatit të gjyqtares së dënuar. Sipas PD-s, çdo veprim apo mosveprim I KLG-s dhe ILD-s në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin cënon rënd parimet e shtetit të së drejtës dhe pavarësinë e pushtetit gjyqësor.